gjallëm në vargje. Dritëra Bodi shkruan, poetët janë si anije të bardha, që ndrojnë për një kohë të gjatë të det, para syve tanë, duke na mahnitur me bukurinë e tyre, pastaj largohen dhe humbin në horizontin e parë. Mendoj se poeti Vladimir Muça, në krijimtarinë e tij, është njëra nga anijet valbardha, që lundron para syve tanë në detin e gjerë, në brigjet e Durrësit. Në det të qetë, në Bunac, në det të egër të krallë, në Batic e në Zbatic. Ky udhtim ka nisur, siç thot poeti, kur linda jenë mësie e kripës, u bërë pjesë e trupit. Puthje dalgë është morë në fytyrë, qiell e det në kripës të tim. Në mbeti në sy, si i pari përshkrim. Thotë poezia si linda, se linda pra detit. Pas detit të valizuar ku lind dhe urit, vjen dheu i të parve. Lashtësia, të cilën poeti, nëpërmjet një aliteracioni, na e bën të qartë të kuptueshme. Plaja e lenijes zë të thinjet, tukva e deleve, u nisën karvan, shmëmbeti në sy trupi bjondinës, me gjoks të hapur lartë të stakë, po dadet të shqiptim. Në këta antologji të krijimtarisë të tij poetike, që nis me shtigjet të dashurisë, Vladimir Muça vlen si një poet lirik i mpretë, si një lirik sa qytetar, po aq dhe intim. Ai shkruan për dashurinë, për rinin, për erotikën e moshës, për dashurinë ndaj mikut, ndaj familjes, nënës, prindit. Dhe kur shkruan për to, nuk i shpëton një ndjenje melankolie për përpjekjet jetësore të njeriu të thjeshtë në këtë jetë. Ai është poet vëzhgues, poezia e tij i shembullon detit, herë të qetë e herë të trazuar të shqetësuar. Pa ka përcyer përtej poezisë tradicionale shqiptare, duke ruajtur origjinalitetin e tij, individualitetin e pjekurinë e tij. Këto tipare e bëjnë poezinë e tij origjinale me një botë të veçantë. Poezia e tij është i pleksur me një ndjenjë të theksuar qytetare, që jeton shpesh figurshëm, përgjegjësim personale për fatet e vendit e tij, me frymën demokratike, duke i drejtuar lexuesit me një perceptim të guximshëm për problemet që preokupojnë shoqërinë. Poezia e tij ruan ngushtë lidhjet me të kaluarin, me traditën, si në poezinë Zgjimi i dëshmorëve, apo Nënës e tjerë përshkruar. Lagushet tumane lehta, stanëve pastrojnë mësinë. Rreth e qark e tufa mbushur vendi Trëndelin. Mall kam për ato vende që të mrezojnë me bagëtin, i me shoqes kanakare, kokë rreth t'i lidhë shamin. Nënës, poezia Nënës kjo. Për Goethen, poezia përbën një pjesë të jetës, ndërsa për Ladin më duket se poezia është kuptimi i vetë jetës.